me të larta, situata është e tillë, asnjë mas nga ana e qeverisë, ka qenë vetëm ajo e çështjes nëse kalohet pragu i çmimit të naftës, që duhet ma kujtosh 220 ishte lek për litër që ulen 20%, jam e sakt te kjo pikë, po dhe ajo e kuptuam shumë shpejt që nuk do sillte asgjë në xhepat e qytetarëve. Pasi e bëra këtë përmbledhje për të rikujtuar se çfarë ka ndodhur këto ditë më shumë ton. Si e shet ti këtë situatë? Shtuar këtu dhe Konfindustrinë që ka ngritur sot shqetësimin përse ku po shkon ekonomia për të disajtën herë. Mua më shqetëson deklarata e të dielës që bëri zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili ishte i ngazëllyer me ngazëllimin e çdo ignoranti të mundshëm për rritjen me 1 miliard, me rreth 1 miliard euro të ardhurën në buxhetin e shtetit. Dhe e quante këtë me si çdo njeri që nuk kupton ose do të gënjej, si një sukses shumë të madh dhe doganave, ndërkohë që çdo debil e di shumë mirë, çdo njeri që ka sado pak logjik e di shumë mirë që me rritjen e çmimeve në këto nivele, sigurisht që të ardhurat do rriten, sepse rriten TVSH-ja në rast parë, rriten gjithë taksat në rast dytë. Kështu që me rritjen e TVSH-s, akcizës, të gjitha taksave, jo vetëm për naftën, por për të gjitha efektet që nafta shkakton, dhe mbi gjitha për gjithë shportën ushqimore, që është rritur fiktivisht kryesisht, me gjithë të rritje fiktive të çmimeve që favorizon vetëm një grup biznesmenësh të emëruar nga Edi Rama, në kurrizë të gjithë shqiptarëve që nuk kanë mundësi as bëjnë buksut, shumica e tyre, një kryeminist në vend që të vërë alarmin ngazëllehet, në vend që të thotë çfarë po ndodh me çmimet ngazëllehet. Kjo është pasqyra e Shqipërisë dhe tregon se çfarë kryeministri ka Shqipëria. Ky ose është idiot, ose është dashakeq dhe i urren qytetarët e vendit vet, dhe mendojnë që pasurimi atyre njerëzve që ai do taksoj vlen më shumë se sa mbijetesa e shqiptarëve në këtë kohë lufte. Se rritja e parave që ai do qarkulloj nga qeveria, nga buxheti, shtimi i tenderave abuziv që do bëj, duke sjell parat pista në duart e tyre e qeveritarëve të tij dhe të kolegëve të tij, është një lajm i mirë. Jo, nuk është lajm i mirë për shqiptarët. Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri, nëse shikoni tabelën e rajonit, është Kosova në vendin e dytë për çmim, me çmimin 1.9 euro. Po. Që ja kalon edhe Greqisë Kosova. Më vjen keq që në vend të parë dhe dytë janë hapësirat shqiptare. Shqipëria është në vend të parë me një diferencë prej 0,4 eurosh. 40 cent më lartë. Shqipëria sot është, dhe sot ka pasur ide tjetër, më duket. Ne jemi 232, më duket, ka rritur naftë. Kjo është një alarm i jashtëzakonshëm që Konfindusja me drejtë i vuri sot, që do godas mbi gjitha ekonominë, dhe ngazëllimi i pafajshëm qoftë i atij kryeministri tregon, nuk është prej kryeministri, është ngazëllim i njeriu që nuk kupton se çfarë po bën. Nuk e kupton se sa rënd po e godet ekonominë dhe sa rënd po e godet qytetarët e këtij vendi, duke lejuar që atë grupin e biznesmenëve të tij